Mirë mbrëma dhe mirë se po takomi të dashur miqe dhe kësaj të martë jemi bashkë me një tjetër personalitet të ftuar në kuadër të emisionit Një jetë në një orë. Sonte kam kënaqësinë të bashkëbisedoj me një ish mësuese veterane arsimit, njëkohësisht edhe motra herojt të kombit Emin Durakut. Është kjo mësuesja Nazmi Peja, e cila sonte do të bashkëbisedoj me ne, do të kthehet në përkohë me fotografi dhe do të evokojmë në shumë fragmente të jetës së saj. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Para së gjithash, ju falenderoj dhe për ftesën që ma keni bërë. Kënaqësi. Për të komentuar jetën time personale. Faleminderit shumë, është kënaqësi gjithmonë të flasim edhe të diskutojmë me njerëz të cilët ndër vite kanë kaluar histori të ndryshme jete, madje secili prej tyre identifikohet me diçka. Edhe ju vetë identifikoheni si motra heroj të kombit Emin Duraku. Çfarë ndjesie është të jesh motra një heroj të kombit? Ajo ishte një kënaqësi, ishte një krenari me një fjalë. Une kom lind 5 vite pas vdekjes së Eminit. Mirë po tani babai mi tregoi krejt historinë e Eminit. Emini ka qenë fëmia i parë që ka lind në familjen time, ishte gëzimi i parë. A ditë në shtëpinë tonë kishte pas mbretëru gëzimi dhe hareja. Emini ka qenë shumë një njeri, një ideal. Ai e kishte pas edhe si fëmija ka fillu me i ka interesu varfëria popullsisë. Po. Në moshën 12 vjeçare kishte pas fillu të ju ndihmu familjeve. Si më ka tregu babai dhe vëllezërit, na merte buka atëherë në atë kohë ka qenë mungesë, tha merte nga ne bukën dhe ju dërgoj ke familjeve që kanë pas fëmijë të vegjël. Dhe nefe na thoi ke ju edhe një racion me ngrën, mjap se jeni matritur, ata kanë nevojë me urrit. Mandej në gazin ndriqus, ju ka marrën familje e ju ka qua kush ka pas fëmijë. Neve thame nga një qiri në linte. Po. Dhe kështu që përja saj kohë ka fillu me ju ndihmu shumë popullit. Kishte pas hi në dyqanin të gjora me punën, edhe ju ka qu familjeve. Që kam qenë... Natyrisht. E bukur kjo, e bukur shumë. Ne sonte do të kalojmë me fotografi. Ju keni zgjedhur disa fotografi bashkë me ne dhe do të përpiqemi që t'i elaborojmë njërën pas tjetrës. Natyrisht nëse regjia është gati, do ta nisim me fotografinë e parë dhe do të shohim se çfarë fotografie. Hajde mësuesja Nazmi, më trego pse është rëndësishme kjo fotografi për ty? Kjo fotografi është për më rëndësishme se ky bashkëshorti im, që me një jetë të shkurt, ishte djali i tret i Ramis Pejes. Me thonë vërtetën ka qenë një njeri ideal, ka qenë i shkëlqyer, ka qenë punëtor, ka pas një zemër të bardhë dhe shumë ju ka ndihmu njerëzve. Edhe bërëm sot, kur të më takojnë shumë njerëz, ende më falenderojnë që ju ka ndihmu shumë njerëzve. Këtu është djali, apo? Ky djali. Më dhimbte shumë që ka qenë në klasën e 3 fillore, kur ka vdek. Babai i tij, mirë po, faleminderit, i kom pasë edhe vjerrit e mirë, kone e ti. Të cilët kam ndihmu me rrit djalin. Ashtu edhe i kem pas një jetë zbashku me ta. Deri thëke vjerri, i ndjeri, deri sa të rritë djali, kur ta fejojmë,
atëherë ti kalon në shpinë tone. Dhe në atë ku ne kemi qenë në bashkësi. Keni kujtime të bukura nga ajo periudhë, pavarësisht faktit se juve që kishit humbur personin kryesor të jetës? Më të thonë vërtetën mjaft. E kom mi po të nisën nga janë isha edhe punësume. Po. Edhe shoqërinë e kom pas vëtë mirë. Dhe ato dyja e kanë mbulu pak atë zbastin, besoj. Ato shumë, edhe më kanë ndihmu. Do të shkojmë te fotografia e dytë me radhë, ta shohim. Aty djali. Flokët kaqurela të gjata si vajzë. Sa bukur. Shumë ka qenë edhe është tani. I ngjan djali në karakter bashkëshortit? Ka elementet të tij? Ashtu është. Gjitha i ka. Barëm kur rrit që është erdhë puna për pas luftes, se ishte njëherë pa punë, edhe e thirë ishte Bajrami, se punonë në Rajfajsen. Pa. Edhe e thirë atë shefin, në shpiktu në Gjakov. Pa. Unë tash pi thamë shefit, i thashe për të falenderoj, thash që ma pranove djalin në punë. Ma boni no, tha, këta ka pranu veten, e kum po, tha, në sy që pa njeri është. O, sa e bukur, por prindin kjo është... Ashtu të ne. Kulminante, shumë e bukur. Kalojmë te fotografia tjetër. Ky bashkëshorti im ka punu... Ka qenë sportist, ka punu në model. Model, po. Edhe ka qenë si futbolist i ekipit Gjakova. Po. Ka qenë edhe futbolist i mirë. Bërëm njëherë, stërvitje zakonisht i kujshën në ndeqan. Po. Edhe neve bashkëshortet e këtu në futbolistave na mërshin edhe neve. Edhe une me zonjën e Flamur Valles, po. Fikrije Valle, shkum dulem këta, stërvitje ne vazhdu me peshetisim në përdeqan. Ku hyme në hotel, po e takoj Fadil Hoxhen. Po. Bashkë me zonjën Vahide. Edhe mund kishtë rasti edhe herve tjera ma parë të takoja, me po a ditë me pyti, tha, a ki gjetë puna, a ki fillu me punë. I thashë në fillim, si e kreva normalen, isha, thash, në shkollën e Minduraku, me po isha me kantrat aty. Po. Pastaj, tha, nuk ke punë. I thash, po momentin jo. I kishte pas marë komunën e Gjakovës edhe drejtuat e shkollat. Edhe i kanë thonë mrenda 24 orëve vendin e punës, gjithë se si mja bo. Atëherë ku për vinë edhe për më lajmojmë të nesërme, që vendin e punës e ki kështut në shkollën Zëkëja Regja. U thash sa mirë dhe ma ofër shpijet. Sa e mirë. Edhe aty mirë. I këshin pas marë në zonësat për mësuseve tjera, edhe ma kanë formë. Po, shumë e bukur. Kalojmë te fotografia tjetër. Ke malë për të, a? Shumë ka malë. Me thonë vërtetën, ju thash edhe ma pasi ka qenë njëri ideal. Edhe shpirti nuk dinte me dalë, djali ju dhimë të shumë. Djali. Edhe jasë gjata donë, i thash që për të japi fjallën, që djalin ko më të rritun dhe s'ko më të alon rrugve. O, sa e bukë. Edhe... Sa vite martes kishet e me të kur ndëroj jetë? 13. 2 vite kum pashku, më ndene 13 vjetë martes. Vesh ka qenë ideal. Shumë. Të mungon sot? Të mungon? Shumë. Mi po tani, si u thashë edhe ma parë, nuk po të mbëllshin gjitha dyrt. Ku mu mbëll njena, u ha tjetra. Vërtet. Edhe si thonë të vlavë im, mjafton, thonë që frujtën e ty nuk e la në rrugë, po ja ki qitë në binar të jetës. Kjo është e rëndësishme.
Dhe për atë arsye edhe mëdhimet edhe shpesh shkojnë Vorreze, vizitoje. Ka qenë i mrekullueshëm. Natyrisht. Pas kësaj fotografie plot emocion, vetë natyra e emocionit është që sjell në rikujtesë shumë ngjarje të jetës. Kalojmë te fotografia tjetër. Atje në alt është nëna ime, edhe vllau i vogël përpara im. Kjo gruaja vet së bashku me 2 fëmijë. Ky vllau i vogël, ne si familje me tradita patriotike, ky si ishte në klasën e 7 fillore. Edhe më thonë të mu, dil në bar, e lëshon të radion në atë kohë, Shqipërinë e lajmet, mandej në muzikë. Thonë të nëse vjetë dikush, janë rrita edhe me trokit për më mbyllë. Edhe në atë kohë fillun edhe ikshin rinia, atë e kë ju bashkan gjithë atëne, edhe dul në Shqipëri. Atje, në fillim, kanë mendu se ka dal e ka qitë si shpion Jugoslavia në atë kohë. Mirë po, këta shumë tri, jo vetëm kjo vllau im, po shumë tri adil. Dulen se ishim patriota me një fjallë. Edhe ka hek mjaft në fillim. Disa ka marrë vesh kush është, që është vllau i Eminit, edhe ka dalë me dëshirën e vetë. Se ju ishit si familjen shënjestër, gjithmonë. Po, ashtot ne. Edhe, kur ka dalë atje, nëna ime e ndjera, u muzinte shumë. Edhe i thonë të babës, shko merë ma djallin. Askush nuk i ne ka ma shqip, një thonë të flokën që o kam del. Edhe në atë kohë, askush s'ka kalu në Shqipëri, e babën, si bab i herojt. Edhe e lejun edhe dul. Edhe me njëherë direkt të shku të Enver Hoxha. Edhe i ka thonë, ka me marrë djallin, se kështu, gruaja po mërzitet. I ka thonë, zotri Recep, djallin nuk do të alqojmë, po ja kemi gjetë nusen, dhe do të martojmë, dhe ju keni dëshirë, dasmo jeni tëftuar, që dasmën do t'ja bojmë ne në Shkodër. Shife. Shkollën, kur e kanë marrë vesh, atëherë këtë dul për atjetë, se në përburgje ka qenë shumë. Edhe në Tiranë, kur ka shku, e ka kuj fakultetin e geografisë, edhe është të njoftu me këtë zonën, e kjo është Mbesa e Bajram Curit. Që gjithashtu një lidhje tash me një tjetër familje. Po. Edhe me ndjenjat lartat patriotizmit. Mu gjithë një më kujtohen edhe fjalët e babës, ku ja ka vu emrin Emini, se në 41-shin ka linë kë. Po. Emini ka qenë gjallë atëherë, i ka thonë babë, a ka mundësi unë t'ja vej emrin, t'a pagzoj me një emër, për parim, se besoj që shpejt Kosova do të përparon. Shife, qfarë. Do të përparon, edhe baba me njerë ja ka vu emrin përparon. E bukër. Kalojmë të fotografia tjetër, sa mendimet bukra. Baba Recepi e vëllai i Eminit për parimin në sheshin Skënderbeu të Tiranës. E baba zakonisht ka shku shpesh. E lejëshin, edhe nanën, edhe kanë shku atje në Shqipëri, edhe për martes ju fola pak më parë. Si e vlerëson ti? Si e kujton babën? Qfar tipi ishte kë? Ka qenë përparimtar. Edhe pse i ka falë 5 vakë që thojnë, edhe mirë po ka qenë përparimtar. Se i ka ra me shku edhe në për festat shkollave, që mbajnë emrin e Emin Durakut. Edhe në Tiranë sidomos, është atje shkolla Emin Durakut, edhe këtu në Kosovë, mandej edhe në Shkup, ka pas Macedonia atje,
Vish ka qenë me një fjalë njëri përparimtar. E lidhja jote me këtë vllaun përparimin si ka qenë? Shumë. Kemi qenë të lidhur... Se pas jetu largë njëri tjetri. Kemi qenë edhe shumë të lidhur me te. Me po une gjithë në isha mërzitun se më dhimte, se kishte dojnë shumë i ri atje. Po. E me po ku dul për Burgut, e mande kur shkojnë Tiranë, krep fakultete, e mandu edhe kur o martu, me këtë zonjën Valdete, ka qenë edhe ajo, një gru shumë e ngritur përparimtare, edhe familjen, nonën ajo ka pase, edhe gruja bërë, nëse më ndej për flasë, mirë shumë, ka qenë edhe kë, bërëm tani ku shkoj vit për vit në Shkodër, të gjithë shokët e vetë më thrasin hall, edhe shkodranët. Ky ka ndru jetë apo jeton? Atje, ja ka ndru jetë, edhe e ka lonë që ku të vdes, në Shkodër du me më varos. Dhe e keni plotsu këtë amanet, natyrisht. Kalojmë të fotografia tjetër, bekim femiu në mesin e familjarëve të pasardhësve të Bajramit dhe përparim durakut në Shkodër. Qka është? Pse është rëndësishme kjo fotografi për ty? është shumë rëndësishme, si më parë që është edhe gruja e Baramcurit, zonja Dervishe Hanme. Edhe kjo është nona e nusës, a i baba, edhe kjo nusa jo në Valdetja, ajo Mimoza. E si ndodhi që ishte bekim femiu këtu? Atë kishte shku si artist në atë kohë, për me vizitu zonjen Dervishe Hanme, grojnën e Baramcurit. E Baram, kur ka lind vajza, vlaut, edhe vajza e Baramcurit Ganimetja, ku kishin pasar këtu në Kosovë, në Gjakov sidomos, i kishte osmu dhe për moment ka vdek. Edhe vorrin e ka në Gjakov të tubja e Tahir Efendis. E kur ka lind vajza vlautim, i kishte pa thonë Dervishe Hanme, a ka mundësi po parim, a prish pun me emru këtë vajzë, me emru në vajzësi me Ganimet, vlaujim, nuk ja ka prish, i ka thonë po si, gjithësësi, edhe e ka emru vajzën me emru në Ganimete, si rezultati kësaj, po, shumë interesante kjo histori. E bukur, kalojmë të po, donë me shtu diçka tjetër? Ja. Kalojmë të fotografia atje? E këtu jemi në Dorsman e vllaut, në Shkodër. Në Shkodër. Ja, ajo atje në altë është nusja, edhe kjo është arsimtare, ka qenë në vërtetë se ka vdek edhe në tjere, arsimtare e historisë, e në gjimnazin e Shkodrës të dytë kanë punu. Shumë. Ajo në skajt atë në arën e djathë gruja e Agjës, e Hamdi Durakut, kë vlau i dytë në Sreti, ajo gruja në Sretit mandushi, unë e mandej, edhe dy vllaznit e babës Masar Duraku. E ajo mbesa ime, vajza e këtij vllaut. Si bëshin dasmat aso kohë, po flasim për një periudhë shumë të hershme. Si u bë kjo dasëm në Shkodër, me familjar nga Gjakova? Jo tash ma po, se kur ka shku baba mi marë, atyre Enver Hoxha i ka thonë, kem kesh dëshirë ti merret dasmor. Dhe ju morët shumë me vete? Atyre babaj ma parë, i ka marë prind aty në shokve që ka nikë bashkë me vlaun, me përparimin. Edhe ne... Rrethin e ngushtë. Agja, guja Agjës, hallat, vlezërit me gratë e me fëmijë, krejt ishim shkum. Bërëm pas darsmes, në qumë në atë ko, me një kongres, ku majti fjali me Enver Hoxha. Atë na kishim me vete edhe pleq, hallat ishin të moshuara, e baba e nana ime, baba e nana ishin rendin e parë, unë rendin e dytë, e kisha hallën në mes, për ja bojnë Agjës Hamdi, i tha halo se krau marshalli
mbledhjen, ja për bona gjashu, më s'ponë se këtu nuk jemi në Kosovë. Vazhdojmë të fotografia, po. E bukur kjo fotografia. Ndarësëm këtu, po. Kujtimet bukra. Këtu është ajo... Kosova apo Shqipëri? Jo, këtu në Gjakovë, në shpinë tëme. Kush janë këta njerëz? Atje natë është kunati Masarpeja, ajo fiqja, ajo djali, kë në skajt ana është djali im, kjo këngëtarja Hafsa Zyberi. Si erdhi kjo të ju? Kjo kishte pasur në Kosovë. Ju familje me... Si musafir, me këtë vajzën e vetë, edhe po mbesin këtu për momentin nuk e pas, ka edhe një vajzë vogël ka qenë, edhe e ka pyet këtë kunatin tem, se në Hajdardush që ka qenë. I ka thonë, jo, për më intereson, e se e di që familjen e Minduraku në Gjakovë, ka qenë Gjakovar, edhe për du, i ka thonë, po, unë e kom kunat, edhe e prunin shpet të na. Ka najt i 1-2 net ka qenë me bujt të na. Hafsa Zyberi kjo këngëtarja. E patëm kalu fort mirë. Interesante. Kalojmë të fotografia tjetër? Ky është vllau i dytë në Sreti. Me profesion këta 2 vllaznit, edhe i madhi, edhe ky kanë qenë si biciklista. I kom pas edhe vllaznit e mire, me një fjallë më të thonë se s'pedu mi lavdu veten, por kanë qenë të gjithë, i kanë gjo babes, kanë qenë bukë dhenes, gjithë. Kjo është virtyti më i mirë i njerëzimit. Po, e sot ka shumë njerëz, kur të më takojnë para 2 viteve, një njëri i moshuar, e mra me shkute në dyqanin e nipit, edhe ai kishte qenë aty, edhe ai po i thot, nipi jam, kjo është Halla. Tha Halla, ai tu jetu tani në Austri, tha po m'jem fort mirë që mu dha rasti, mu taku edhe me Halla, e mi falendru që ende e komën ngoj bukën e babait tëtë, mu tash për më thëtë. A dhe tash ka njerëz që nuk i harrojnë gjërat. E të njëjtën gjë sikur se baba, edhe Emini ka qenë, edhe këta vëllezërit e keni përcjell ata, e keni përcjell. Shumë e bukur kjo është, edhe e thash virtyt njerëzor i gjithë secilit kur ndihmon të tjerët. Kalojmë te fotografia tjetër? Që këtu ku jemi? E këtu jam në Austri. Në Austri? Në qytetin e Linzit, në Linz, e vajza e motres. Mi po e për momentin këtu nuk është, e është bashkëshorti i vetë, Besim Kumnova, a i ka ona majt i dyti. Atë mbi atë djalim që është, për parimi, edhe edhem në thiri kjo vajza e motres, sa ani, se vizën e kish pas marrë kjo vlau për i Shkodrës, edhe kjo ona ashtu, afër meja është vlau i motrës, sa diku, më ndi nana. Edhe nana erdi në Austri. Edhe nana erdi. Dhe shkuat ju familjarisht, ha? Familjarisht ishim dhe kemi kaluar shumë bukur. Kujtimet bukra. Edhe kanë qenë një familje dhe këta Kumnova, shumë bugëdhënës edhe këta kretë, Gjakovarët si Mustafir kanë shku të këta, e në Austri, në Linz. Der hapur, ha? Kalojmë të fotografia tjetër? Na dolim të sporti, prap. Po. Unë ata e qeka dhe pak ma parë që ka qenë edhe futbolist, ka lujt bukur. Si është me qenë gruja një futbolistja, mungon shpesh në shtëpi? Jo, se dhe gruja vetë ka lujtësi, kur isha edhe vetë si nxënëse, profesor i fiskulturës Bedrika Bashin. Edhe ju thësha shoqeve, ani, unë i ndosha në 2 grupe futbol. Apo i ke profesor, Nazmi qka jetu po? Profesor pak matë lira, une. Kështu që pas ke pas një pak pasion edhe ti futbolin, e ke kuptu shumë mirë pas taj bashkëshorti. Edhe djali lunë futbol. A u sa bukur, po? A i lunë me shokët që punojnë në Rajfajzen, lunë me ta, 2 herë një javë, e kanë që lujnë. Shumë mirë.
këtu dikun me një ndeshje, me siguri, ushtrime. Edhe shoqërinë ka pas edhe ky fort mirë. Ka qenë sportist i mirë? A ka qenë sportist i mirë, futbollist i mirë? Po, shumë. Ka pas suksese. Po. Barë më vonë, në kohët e fundit, si trajner ka qenë Flamur Vala. Atë e kishim edhe si komar djalit, edhe u lidhëm ne 2 familjet. Ja, ka qenë edhe si futbollist sport i mirë. Kalojmë te fotografia tjetër. Nëna Hatigje vëllai përparimi me bashkëshortën Valdetën, djalin Petritin dhe vajzën Ganimetën. Këtu vllau dhe nëna, apo? Nëna, po, vllau dhe nëna. E kjo gruaja. Djalin e Petriti, mandej kjo vajza. Mandej shumë vëmë ato foto tjera. E këto mbesat e mija tani shumë gjitha, edhe këto të gjakun, se ajo është e martuar në Itali, kjo vajza Ganimetja, edhe halë ki më ardhë. Kjo djali im me nusën më bon surprizë. E në janar të vitit 2025. Shkove ti? Edhe, jo, më thënë për në Romë, në Itali. Unë i thësha, jo ta kemi bo një surprizë, thësha, në aeroplan nuk hypi. Kisha prit. E ata, jasë edhe ne do të shkum, nuk do të lojmë vetëm. Edhe shkum shumë bukër kalova. E vizitova Romen. E ka edhe një burë shumë mirë. Besen, po. Ideal. Italian është, shefi policisë. Bukër shumë, edhe ajo i ka 2 fëmijë. Shumë bukur. Kujtimi mirë. Kalojmë te fotografia tjetër. Edhe kjo është në Darsëm, po shifet e njëjta atmosferë. Mbi këndoja këngëtari. Mandej kanë qenë edhe disa këngëtarë të tjerë. Që këndua në martesën e vllaut përparimit. Po, përparimit. Ky nalt është vllau i babes, Esat Duraku, mjek në Tiranë, edhe mjek shumë i njohur. Aty i dyti vllau në Sreti, i treti atje nalt, Bashkim Neziri, shoku ngushti i përparimit, që ka nikë së bashku në Shqipëri. Mandej ai i fundit që vllau i Masar Durakun. Unë atë, me dhe ata fëmijë, ne ishim shku me fëmijë me kretë. Një gjahovar po martohet në Shkodër. Në Shkodër. Është shumë e bukur kjo. Kalojmë te fotografia tjetër. Ka qenë privilegj bikëndoja me kënduas në ato periudha, besoj. Me të këndu ndasëm. Kur kom martu edhe djalin e kom pas në bikëndojën të në Gjakov. Po. Ky është vllau tjetër, ha? I madh, i zeti. Për ndryshe edhe ku ka qenë patriot. Edhe ky si pioner e ka bajt postën në atë kohë. Barëm një rast ma të regojnë, ku kanë ardhë 2 mësus. Edhe i ka marrë kjo në shpi, për mi pëshirë në atë kohë. Mi po në shpite na nuk i ka leju, nuk i kalon gjatë kohës, për asu se ishte edhe baza e partizanëve, edhe i ka qute një fshqinje. Edhe ata i thonë, a ka mundësi me shku më na ma rroget. Edhe kjo ka shku të drejtori, i ka thonë, kështot ne. Drejtori i ka thonë, ja, nuk bën, po ata i ka thonë, duhet me ardhë me punu gjithsesi. Edhe kjo ka thonë, qëfar më ardhë ata, mu ma kanë thonë që letrën më ardhë dhe mi marrë. Edhe i thotë qiko, a i që ka thonë, drejtori, i thotë, për t'ja pjafa dhe në ora 12. Nëse nuk mi këthen, nesër mi bjen t'i vetë. Ka qenë shumë, edhe kjo ka ndimu shumë njerëzve. Ti 3 vlezër dhe motër s'ke. A, sot në 2 motra. A ke dhe motra, po. Shofim, fotografin tjetër. Edhe kjo ka qenë biciklist, ka qenë. Këtu, Nazmia, bashkë me bashkëshortin, në një vit për vitri ku ishim. Si bëshin saj kohë festat e vitit të ri? Festoheshin në restorana, apo? Po,
se po shihet ambient festiv. Barëm sa kemi shku në për vita 3, kemi qenë me Flamurvalin shkojshim. Kalojmë të fotografia tjetër? Kujtimet bukra. Prap këtu vitin. Që me Flamurvalin, këtu e me këte. Një truez festive e asaj periude, Ku mbashin, në cilin objekt? Në Hotel Pashtriku. Hotel Pashtriku. Hotel Pashtriku. Kishte këngëtar, apo mbashin me këngëtar festat? Jo, për apo vitri. Vetëm muzikë? Ma tepër për vitri jemi këtu. Po. Që i shkojshim së bashku me Flamurin. Bukur, kalojmë të fotografia tjetër, po? Na, dolem këtu, tash periudha e shkollës. Ashtot ne, fjesta e shkollës edhe me ballet e nxënësve të mia, çdo ku kanë ardhur kryeministrat, ministrat e Gjakov, i kemi prit me ballet e mia. Ke punuar me fëmijë shumë? Punu me vajza, se drejtori i shkollës Agim Jaka, edhe bërëm, qish nuk të thash, meta pashku mi marë fotën, bërë me kryeministrët që vishin aty e kom në shkollë. Po. Edhe bukur shumë. Si është me punu me nxënës? Shumë. Ke kujtimet bukra nga jo periudhë? Me i thonë vërtetën si fëmi ku kom qenë, si nxënëse, e kisha një dëshirë të flakë, të shak ku të rritna, do të bëhem edhe une e mësuse, e me qenë se Gjakova është vatër e pushkës e pendes, atëherë edhe unë do t'i edukoj në frymen e patriotizmi shqiptar. Të gjithë nxënës që kam takojnë mu, edhe shoqet tjera. E sot, me thonë vërtetën mburem, që e kom atë profesion që e kom kry, edhe mburem me nxënësat mi, që kontribuojnë në atë dhe unë e vetë, si drejtora, arsimtare, mandene, që janë në për inxhiniera, të ndryshme. Besa ka dhe jashtë disa që punojnë, por mburem. Me një fjallë me thonë se ne, mësuset, jemi si nën e dytë e fëmijëve. E vërtet. Kemi dëshirë, si nënat, njashtu edhe ne, nxënësit tonë... Me përparu, të knaqet shpirti. Shpirti të knaqet kur e shen një nxënës që ka përparu. Kalojmë të fotografia tjetër? Ja këtu me nxënësa të klasës dytë më duke. Sa shumë numri nxënësve? Po. Numri nxënësve. Zakonisht kur disha në foto i thirësha dhe shoqet. Po. E anit e kemi thësha kujtim. Shumë e bukur. Edhe ta nxënësat me thonë vërtetën jo më mburë, se në fillim nuk i pata se ma formun klasën. Urgjente pas ka qenë punësimi. Mi po mandene, e më pornë edhe që pra mësu se jëm, i kom pasë nxënësat e zgjedhur. A është ma letë me punu me nxënësat e zgjedhur në atë kuptimin që... Ashtot ne. Po, janë pak më punojnë më shumë, a? Shumë është ma letë. Bërëm, në atë fillim që u ceka pak ma parë, kur ma përmun klasën, e mëra përsërish një nxënës. Edhe i bukur i shkon, edhe pata provim matematikës, edhe ka marrë, s'ka qenë nxënës i top tishtë, e kish pas lidh dorën, kinë se e ka të smut dorën. Hamër Erben, po i them, qa ke në dorë, qka u bo këtët, unë veç e tisha, ku është arsuja. Tha mësu se tha, e kom ra dorën edhe e kom li. Po mirë, thash nga dalë, thash po në, kujdes. Unë tani të shenju në drast të zezë detyra e provimit, rastisht e ktheva kryt, ka nxënësat, kur për shop e kishte pas zgjidh dorën. Qka u bo Erben? Mësu se zgjidha se pëmpengon të i kryt e tyrat. E fëmijët kanë plot këso lloj idesh edhe për me kopju, edhe për mos me punu, edhe kretë gjithmonë e shprejnë atë kreativitetin e tyre në forma të ndryshme. Kalojmë te fotografia tjetër. Edhe këtu me mësusen Samile Vula.
e kom pas e këte shoqe të ngusht, me i thonë të drejten aktivin e kom pas fut mirë, shoqeve. Edhe atë nuk e nisha për të mungesën e bu me këto, se mjepshin, ku unë u mërzit që më kritikoshin, nuk duesh më mërzit, ta galon djallin, ashtu e me fjallë. Është mirë kur shoqëria të gjinde të ashtu afër. ne. Në kësoj rrethanash. Nëna ime e ndira ndi qako, thajke, se unë mërzit shë shumë. Thajke dush me pas kujdes edhe për djallit, më shumë mërzit, edhe plegjve, se edhe për ata thëmë të nuk është e letë, është e pësirë, se biri tëne, edhe djalli mundet më thonë e edhe kjo nëna ime, mande edhe me shoqni, më thoi ke dush me pas kujdes, se të largohen edhe shoqet. Kështu që kalun. Të pik me gjetat meqin e artë në të gjitha rrethanat. Me qenë edhe unë e gjithanshme. Po, kuptohet. Të mëson jeta, ta dikton situatën. Po, e vërtet. Kalojmë tutje, fotografia tjetër, prap në shkollë. Ja, dhe këtu prap me Samilen. Kush e di çfarë moshe kanë këta fëmijë këtu? Të kujtohet emri ndonjërit? Po, që tu janë klasës parë këta. Po. Sot me të vërtet, unë e gjithmonë kom pas dëshime në zënst e klasës parë dhe klasës dytë me punu. Se ku të ma bëshë mësuse, ma hini, ose ma mori lapcin nga dora, ma mori gomen. Shumë kisha dëshirë. Ka arkësu ajo pjesa. Edhe ma ndë ku të rrishim tretën e në katërën, pat ma ndryshe me këta, shumë kisha dëshirë. Janë jo djallëzorë në një paraforme, janë të sinqertë. Pas ka pas edhe shumë të rritur për klasë të parë, për shembull këta... Po, disa ishin më të rritur ishin. Kalojmë të fotografia tjetër, prap me këta bukuroshat këtu. Këtu qenë kanë vetëm... Këtu i kom në gjanësit të klasës tretë. Tretë. Tu tretë, ma të rritën për shifen. Me të vërtet të shkupi shop, edhe kur të më shofin rrugës, kur të më nalin, ta shaja kuptohet, ta si fmi, e ndryshojnë të rritë. Natyrisht. Nalen, më përshëndesin, mësu se si jeni, por unë tash nuk e njëftëm, po cili je mërti? Po unë jam mësu se kë, pëtëm po na ju të rritë, natyrisht edhe harron se... E ne mësuse tu plak rrim të njëta. Jo, po edhe ata mbajnë mend një mësuse, ndërka që ne kemi disa nxënës që duhet i mbajnë mend, kështu kjo është edhe diferenca të mbajturit mend. Kalojmë te fotografia tjetër. Edhe shumë bukër. Cila ka qenë ajo... Klasa e katërtve. Po, ajo detyra kryesore që ja ke dhënë vetes kur ke punu në arsim. Çfarë ke synu me bo përmes edukimit të brezave të rinj? Ceka dhe pak ma parë që kisha dëshirë, thosha me qenë se o Gjakov. Elementin patriot. E Gjakovarët, veç me urrit e me qenë një ndër nxënësit, ama s'pe bona vetjake atin, se kom dëshirë kretë Kosovës, mi po ato të vendit tëtë, ishte, me të thonë, mi por realitetin ishte ma ndryshe. Edhe, ku i shifsha do që ishin ma dopt, thësha duesh me mësu, e mu bo kështut, nes ke me urrit, ke me bo mjeka, ku ta di une, ju ceksha, shaki dëshirë për të shaku të rritës mu bo, mësu se jo kështu, jo ashtut, i thosha gjitha keni mi arrit, veç me mësu. Shumë e bukur. Kalojmë të fotografia tjetër? Një kolektiv këtu. Kolektivi i shkollës. Shumë bukur, kemi qenë me të vërtet një kolektiv fort i mirë. Drejtore kemi pas Skender Polloshka. Unë në aktive kom pas Gani Rizvanolin, Rushdi Zhuj, atje e nalt, Sami Levulen,
Samile Ballanin, gune Ferit Ballanit, mandene e kom pas vajzën Besa Byci, qikën e kësajnë bre për më hupin të elfis. Nuk ka lidhje, natyrisht është e pa mundur me... Po thëmë, kemi qenë shumë një aktiv shumë i mirë. Në përgjësi, për i dorës jonë ka ndalë shumë dhënësat mirë të shkëlqishëm. Ka shumë rëndësi aktivi me qenë kompakt, sepse aty kryohen planet, kryohen diskutimet dhe bëhet më mira mundshme për secilën gjeneral. Shumë e rëndësishme është puna aktiveve profesionale. Kalojmë te fotografia tjetër. Shoqëria. Po këndoni. Zonja Bardhe, si gjithmonë. Ne, edhe tani si pensionista, ja patëm në gjitë grupit jonë, gjenerat e artë. Sa bukur. Se të shumë nga dur tona ka ndalë shumë gjenerat atata që i kemi eduku, edhe sot e për çdo ditë, tani, ne, që shoqënia që kjo gjenerata artë, e miremi me anë të telefonit kuptohet, Viberit, ishe një mirë mëngjezi, si jeni, si keni fjetë. Bani kontakte të rregullta. Ashtu ne majmë kontakte, shkëmbehemi me mendimet të ndryshme, edhe mandi mes ditës ju thoj muzik, edhe japim për shemë në mramjem, pastajne, shajnë të bua jeni të lira, marrim detyra të matematikës, japim, ose gjuhës Shqipe, i marrim në bazë të këtë, që i formoni, i thëmë fjalit, këtu në shkronjave formoni kaq këto fjale. E bëni një farë lloj kuizdi të përbashkët. Edhe tani jemi shumë afër njëna me tjetrën. Shumë e bukur. Mandene, për çdo vit, edhe bojmë lidhemi gjenerata e jonë, vinë nga Deqani, nga Tuzi, i kemi do kolegë, do shokë që kemi krysë bashku, këto shokë që Gjakovaj që i kom martu me në Prishtinë, edhe ato i thrasim këto në Gjakov, e masim këto në natyra, shkojmë, dhe bëni bashkë. Dhe më thënë, e ruani shoqënin, që do të thotë sa është rëndësishme. Jemi me një fjalë tamam gjenerat e artë. Edhe unë po të përgëzoj për këtë mendim se është shumë mirë kur ruhet shoqëria dër vite. Ashtot. Këtu pas ka qenë një takim diku, a? Ashtu, po. Keni këndut se cili? Kemi qenë, po. Për qefin e juj. Në natyra, këtu, në Shkugës. Shumë bukur. Kjo bardhja e ka një zë shumë bukur. E vërtet. Edhe këndon mirë, unë e pra mi thëmë, e ki zërin e dhimshëm. Edhe sa atja fillon me kënu mund shkojnë lëtë. Po, është një ndër këngëtarët e para. Edhe është edhe kjo e gjithonshme. Të Gjakovës. Kalojmë të fotografia tjetër, i përshëndesim këto zonja këtu, ja da ndollën disa zonja tjera, që gjithashtu ju urojmë më të mirat se cilës prej tyre. Jemi po me një restoran, kjo zonja në Bahate Lila Leshi, kur e martoj djallën, ati tha me që ndashëm, tha e keni një mëngjes nga unë. Edhe ma parë, shkum mëngjezin e ungëm, pastaj në qojnë shtëpi, aty jo nusja e falenderum edhe këte, po i thamë ne, s'ka nevoj, a di për mëngjes, ja, se na jemi, thënë të edhe kjo, më ndë erën edhe këto shoqët nga Prishtina. Mi po një gjo me vjen shumë keq, që në mesin ton, 4 shoqën na kanë vdek, edhe shumë po ndje mungesën e të ne. Një ndërto është me vedete Qakagjia, mandene, ja, ajo atje me flokë pata, Nadire Vula, Dula, te Dula ka qenë martu me,
Florie Hasimja, Kazazi, te Kazazi, e te Sat Kazazi ka qenë e martume, edhe Firuze Pula, motra Nazim Pules, ajo e në Ferizaj. Kjo Floria me Firuzen, i kishën vish një jo ndërmjet edhe vdiqen, të dyjat. E shumë, ne si shoqëni jemi të ndje mungesën e tëne, por lutemi që trupi tyre po shofën parajs. E vërtet. Uroj t'jetë ashtu edhe ju t'i kujtoni gjithmonë për vepra të mira shoqët, edhe kjo shoqëria tjetër mbetur të keni sa më shumë shëndet edhe të takoheni sa më shpesh. Sepse ju mban pak, ju gjallëron atë rutinën ditore kur takoheni. Ashtu t'ishte. Kalojmë te fotografia tjetër? Një takim tjetër tash. Dursa, po. Ne zakonisht edhe vit për vit së bashku që kë grupi jonë, grupi Gjeneratës, organizojmë, përveç ekskuzioneve, organizojmë, dalim jashtë në Shqipëri. Kjo shoqja june Gjulia e ka banesën në Ndors, edhe në Thret. Vit për vit shkojmë atje. Shife sa mirë. Edhe atje dalim, shetisim, dalim në plazh, edhe banesën e ka afër plazhit. Ja, e falenderojmë se vit për vit në atyre. Dhe ju bëni bashkë dhe shkoni. Ashtot ne. Mosha nuk një limita, kur donë me u knaq është pavarësisht viteve. E vërtet. Ashtu t'ishte. Une po motivohem kur po dëgjoj këtë rëfim. Kalojmë te fotografia tjetër? Këtu në Roma. Kjo mbesa ime që e Ganimetja. Ha, ki marrë mi po e surprizë më ka bërë nusja me djalin. Po, na tregove. Veç ki më ardhe shkova, e unë si musafir shkova te mbesa ime, e më ka qitë shkove pave këtë fontanën, bukur. Roma, ishte... Të pëlqeu Roma? Shumë. Vend turistik. Dhe mu më ka pëlqy. Shumë. E tash më ka thonë në maj ki më ardhë prapë. Do të shkoj ka data 25 maj për sëri. O, sa mirë, sa mirë. Halë, ki më ardhë, halë. Ja, maj, unë e këtëm, për tani jam, ja, maj, sa je e fort mi, edhe mbesa ime, e më thë gjysha ime. Sa je ma fort, e di qysht ka shkuri nja, ma ka pleshnis nja lezetin tani. Sa mirë. Ashtot ne. Sa e bukur. Sa je ma fort, minutën që fërdzovë. Gjysja ime. Shumë e bukur. Kalojmë të fotografia tjetër? Ke marak me shetit, ha? Pas ke marak. Ashtot ne, po. Këtu jemi tash? Këtu të shkolla e Mindurakut, fesën vjetë që e ka pas. Kolektivi i shkollës e Mindurakut, Gjakov. Bukur shumë e ka një kolektiv fort mirë, mi po tani ishin, se shumica kanë dalën pension, tash treja. Mi po edhe këto trejat ishin të dashura, e ishin komunikative, fort ishin të mira. Një krenari kur gjindesh para bustit të vlaut, ashtot ishte. Natyrisht. Kalojmë të fotografia tjetër? Joni. Kjo është një pijim. Jon Peja. Ky e ka kuj shkollën mesme, e ka kuj në Prishtinë. Po. Edhe mandene u regjistru në fakultetin shkencat kompjuterike e Selanik. Kur ka konkurru, u pranun 5 shtete. Mashallah. Mi po, tha, unë kom dëshirë ma ofër, me qenë Greqia ma ofër, edhe ju i tha, pojnë vetë vini ma shpesh, edhe unë e vi ma shpesh këtu në Prishtinë. Edhe atje, ja filloj me lujt ping-pong, edhe e fitoj vendin e parë, Shampion. Dhe e përfatsoj Kosovën bukur. Aj, thësha bravo për Gjakovarën, Gjakova Kuqe, ju thëmë. Ju ki mbjell një fit e mbesës atë dashurin për Gjakovën, a?
Shumë. I urojmë suksese Jonit, jo vetëm ping-pong, por edhe në studime, se shenë ka ekselent. Është në zënë që shkëllqishëm. Drejtimi mirë, suksese shumë për Jonin. Kalojmë të fotografia tjetër. Joni, presidentja, po. E vitit të shkollës e mesme, po. Klasës 4, kuptohet, se e ka kryer në shkollën amerikane, shkollën e mesme. Ajo drejtoreshta e kishte pas gjedh, e thot më shku te presidentja, edhe një dhuratë, kishim pa blej një bluz, edhe më ja dërgum. Kanë qenë edhe disa nxënës tjerë, mirë po drejtoreshta i kishte pas thonë, ti janë ki më ja dhonë drejtoreshës. Kësaj Presidentes. Po, presidentes. E ti si gjyshe u entuziasmove që nipi me presidentën, a? E bukur shumë. E bukur që, ja, duke ja dorëzuar, a? Qef, po. Shumë e bukur. Toja, me ta thënë vërtetën, ishte një kënaqësi edhe për gjyshen, ku nisat, e mbesat, tregojnë rezultate, e pa diskutueshme kjo. Edhe qenë ka djalë për merak. Mashallah. Kalojmë tash te qute, i dashur. E ke pikdop, besoj, ha? E vërtet, gjyshet, Kjo është mbesa ime, Deniza Peja. Kjo shkollën e mesme e ka kuj 3 vitet në Kosovë, mi po vitin e 4 ka kryer në Amerikë, gjimnazin, vitin e 4 kuptohet shkollës mesme, sepse ajo ishte pastaj, ku do me konkuru për fakultet, ishte një lehtësim. Nëse kalon një pjesë atje, po. Atje, paskujme se vitit 4 atje, u pranu në 10 shtete të Amerikës. Gjeni. O shumë zgjut. Gjeni. Unë i thosha, inshallah, a ditë gjeje në Kanadë. Ishte konata ime atje dhe 3 djemë të soj me familjet. Faleminderit, i falenderoj edhe ata shumë e kanë këqyrë. Ti doje ta kishe diku ku ke dikët të njohur, a? Ndryshosh ku ta kesh edhe dikën të njohur në një vend huj. Dhe Denisa, çka përfundoi Denisa? Financat. Deniza i ka kryer financat. Të trashëguar pak nga joti, ha? Po. Edhe nga ama. Edhe ama është njëkohësisht. Ka shumë të aftë. Po. Edhe në vitin e 4, ku ka qenë atje të fakultetit, i thosha bëm pyetje, i kanë thonë, i ka qenë muaj i gusht, edhe e kanë pas e shumë e aftë, i ka thonë 7 orë ki vendin hazër punës. Unë e mas e ku po më thotë kështu, me një bank, në Vancouver. Sa bukur. Çfarë arritje të kënaqësi kur fëmijët nga Kosova arrin me u integru kaq shpejt në shtetet të mëdha, si që është edhe Amerika në këtë rast. Edhe me kriminalitetin, edhe gjatë kësaj kohë, sa u një 2-3 vite, edhe po e ngrisi në poste të larta. Tash jeton dhe vepron atje? Po, jeton atje në Vancouver. Po. Vjen shpesh? Po, vjen. Edhe gjatë verës, sidomos edhe pushimet verore i kalon së bashku me prind, mandej vjen edhe në Gjako. Sa mirë, shumë bukur. Vjen, shpesh. Për vitri, bukur. Vin. Bukur shumë. Denisës, edhe kësaj urojmë shumë suksese. Knaqësinë, të gjithë duhet të mburremi me trit tanë që performojnë suksesshëm në për vendet të ndryshme të botës. Këtu ishte me një par mbledhje e të mojtë, të volë edhe për sukseset e asaj bankës. Një qëndrim si krenare në një farforme. Kalojmë të fotografia tjetër? Këtu, në shkollën? Këtu drejtori i shkollës, vjetë që kemi qenë, festa shkollës, sa e vumë këto buketat me lullë për ambustës e minit, pasoj bom edhe do foto, edhe me drejtorin, mande edhe me kolektivin së bashku,
Ndalon shpesh? Ke mall me ndalu shpesh të busti, ose këtu në qendër, ose diku tjetër, po? Unë veç emocionona shumë, edhe thëmë, si s'pata, si s'kom qenë e lindu edhe une, e me a ndigju zërën e këti vllaut, për qafimet e këti vllaut të madhë, që ka qenë, por baba, që më tregoj ke, baba, vëllezërit e, natyrisht. Kalojmë te fotografia tjetër? Ja këtu. Dashuria mbesës me gjyshen, me këtë mbesën ti me bërë mbash këtë vetë vitin e ri. O, zëtë, o shumë, e dashur. Ka marrë diçka prej teje? E sinqer. E ka ndonjë element tuaj? Po, shumë. I ka. Busqeshjen sidomos, e ka. Qenë ka kështu gazmore, e bukur shumë. Ma shumë vetëm për gjëmë ka edhe ka e oma. Ka e oma, po. Tash do ta shohim edhe tëmën, e kemi një fotografi. Ja. E ja këtu. Na doli. Tu vlla, kë djali im, Adriani, e nguja Nusja Dardania, vajza Deniza, edhe ky nipi Joni. Një familje kompletuar për të cilët ti ke kontribuar shumë, që këta t'jenë kështu të buzëqeshur sot. Unë shpesh thëmë, dhe pak ma po të thash ku për të mbullë ke një ide, po të hapë ke tjetra. Shumë e vërtet. Jam shumë e lumtur me këtë familje. Edhe ku për shqip njërë edhe një patë mbesat të shku për para, ishte një knaci, ishte një krenari shumë, për gjyshen. E vërtet. Nuk di nëse është kjo fotografia e fundit, apo kemi edhe një, ta shofi? Ja, është e fundit. Apo? Ikën fotografit, ikën minutat, përmbyllëm 60 minutshin e plot të diskutimit tonë. Kështu që unë ju falenderoj shumë për këto fotografi, për këtë rrëfim tuajin. E di që ka dhe shumë qka për të thënë, me qëfar do të përmbyllnit këtë diskutim. Unë nuk naqa, shijova në maksimum rrëfimin tuaj. Unë ju thashë edhe më parë, ju falenderoj për ftesën që ma keni bërë, për të treguar une me folë për jetën time, për të kaluarën e jetës sime, për familjen time, për nipi, për mbesen, mande për shoqërinë time, që falenderoj gjithni, se mërzimat të madhe kom hek edhe me shoqëri. Edhe ata janë një pjesë e rëndësishme. Faleminderit shumë, Susjana Zmije. Të uroj shëndet edhe uroj më të mirat për ju. Uroj që ju s'fundi jeni edhe aktive në shoqatën e veteranëve të lanqit, apo edhe ju shoh që mundoni me qenë shumë aktive aty, uroj të keni edhe projekte të reja dhe të bashkëpunoni sa më shumë me shoqatën. Faleminderit shumë edhe për jush, zonja Aldita. Faleminderit, ndahemi këtu bashkë duke ju falenderuar për vëmendje, urojmë të na ndiqni sërish të martën e radhës, sepse jo dhe të propozoni emra dhe personalitetet të tjerë për cilët ju mendoni se mund të bëhen pjesë e strukturës e emisionit Një jetë në një orë. Mirëmbëjtje, kaloni bukur.